Nuk ka liri për Ilir Metën. Gjykata kushtetuese rrëzon ish-presidentin. Nuk ka liri për Ilir Metën. Kushtetuesja rrëzon Metën. Nuk sheh parregullsi në vendosjen e masës arrest me burg për ish-presidentin. Ish-presidenti Ilir Meta duket se do të qëndrojë gjatë në izolim. Pas lënies në qeli nga GQKO, apeli dhe gjykata e lartë, Ilir Meta hodhi hapin final, duke jo drejtuar gjykatës kushtetuese, duke pretenduar parregullsi në procesin ndaj tij. Kushtetuesja u mblodh sot për të shqyrtuar kërkesën e tij dhe në fund me shumicë votash është vendosur rrëzimi i kërkesës, duke vendosur që Meta të vijojë të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg. Meta ka ngritur si pretendim edhe mënyrën se si u ekzekutua masa e sigurimit, por sipas kushtetueses, ish-presidenti këtë argument e ka parashtruar edhe në gjykatat e tjera dhe sipas gjykatës, ai ka bërë kallëzim për kryerjen e veprimeve arbitrare në prokurorinë e Tiranës dhe çështja është në nënhetime. Për këtë çështje, gjykata kushtetuese me shumicë votash nuk e mori në shqyrtim këtë pikë, duke qenë se nuk janë shprehur gjykatat e tjera. Pas këtij hapi, Meta ka ezauruar të gjitha shkallat e ankimit në vend dhe tani më shumë gjas, ai do t'i drejtohet Strasburgut si hapi i fundit që mund t'i sjellë lirinë. Por derisa të merret vendimi më tej, duket se Meta do të kalojë kohën në qeli për një kohë të gjatë, kjo edhe për faktin se dosja sapo ka kaluar për gjykim. Vendimi i gjykatës kushtetuese, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, në datën 8/4/2026, mori në shqyrtim seancën plenare mbi bazë të dokumentave çështjen me kërkues Ilir Metën, me objekt shfuqizimin e vendimeve numër 125, datë 20/10/24 dhe numër 130, datë 23/10/2024, të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar, numër 59, datë 19/11/2024, e krimit të organizuar dhe numri 25/2025 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjykata pasi mori në shqyrtim pretendimet dhe prapësimet e palëve në mënyrë të përmbledhur, vëren për sa vijon. Së pari, kërkuesi legjitimohet në mënyrë racionale dhe për vënien në lëvizje të kontrollit kushtetues për vendime gjyqësore që kanë disponuar ndaj tij masën e sigurisë personale, arrest në burg. Së dyti, sa i takon kriterit për shtrirjen e mjeteve juridike, kërkuesi ka pretenduar cënimin e së drejtës për të mos iu nështruar torturës, apo trajtimit mizor, çnjërzor ose poshtrues të garantuar nga neni 25 i Kushtetutës dhe lidhur me ngjarjen e datës 21/10/2024 për mënyrën e ekzekutimit nga Policia e Shtetit të masës së sigurimit arrest me burg në zbatim të vendimit numër 125, datë 20/10/2024 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Gjykata konstatoi nga njëra anë se kërkuesi ka parashtruar këtë pretendim në gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm në procesin gjyqësor për verifikimin e kushteve dhe kritereve të caktimit të masës së sigurimit personal dhe nevojave të sigurimit për ankimim dhe rekursin e tij, dhe nga ana tjetër se autoritetet shtetërore kompetente nuk kanë vepruar në atë kohë me nismën e tyre për të adresuar pretendimet e kërkuesit, pra Ilir Metës. Megjithatë, sipas informacionit të përcjellur nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, kërkuesi Ilir Meta ka paraqitur kallëzimin lidhur me ngjarjen dhe pranë asaj prokurorie në vitin 2025, duke nisur dhe duke regjistruar procedimi penal për veprën penale, kryerja e veprimeve arbitrare të parashikuara nga neni 250 i Kodit Penal, për të cilin hetimet janë në vijim. Në kushte kur nuk ka ende një vendim përfundimtar nga gjykatat e zakonshme mbi këtë çështje, gjykata me shumicë votash vlerësoi se nuk mund ta marrë në shqyrtim duke qenë se kontrolli i saj ka natyrë të
më vetësishme në nënkuptimin e nenit të 131 shkronja F të Kushtetutës. Së treti, në aspektin e kriterit racional material, gjykata u ndal në vlerësimin e argumenteve të kërkuesit në drejtim të cënimit të lirisë personale në aspektin substancial të lidhur me nenin 1, standardin e dyshimit të arsyeshëm të bazuar në provë dhe pika 2 parimit të proporcionalitetit të tij të garantuar nga nenet 17, 27 dhe 28 të Kushtetutës. Gjykata me shumicë votash vlerësoi se në çështjen penale ndaj kërkuesit, duke paraqitur fakte dhe informacione që arrin bindës për të krijuar një vëzhgim të jashtëm, kërkuesi mund të ketë kryer veprat penale për të cilat dyshohet, ndaj mund të arrihet në përfundimin se kufizimi i lirisë së tij është kryer në mungesë të dyshimit të arsyeshëm në kuptimin e nenit 27 paragrafi 2 shkronja C të Kushtetutës dhe nenit 5.1 shkronja E, dhe masa e sigurimit personal ndaj kërkuesit është e vendosur për një qëllim të ligjshëm. Garantimin e mbarvajtjes së procesit penal në ngarkim të tij, ajo nuk është jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes dhe nevojave të sigurimit, si dhe është në përputhje me rregullat procedurale të KPPP-s dhe caktimin e saj. Në përfundim të shqyrtimit të kësaj çështje, gjykata vendosi me shumicë votash rrëzimin e kërkesës së Ilir Metës. Ju lutem na ndiqni për informacionet më të bukura më të fundit nga Shqipëria. Ju faleminderit për filmat të tjerë politik, por edhe shkencor.